Qoftja speciale e tavolinës. Kjo është për ditë të veçanta, ngelet e but dhe 2-3 ditë. Të dashur ndjekës, këtu kam 350 gram mish viçi, sigurisht, një copë të vogël buk, ja, vetëm buk pak bajate, djeshmja, dhe ja hudh. Kush nuk ka qumësht, le t'i hudhi ujë, një lloj është, po kjo sikur je pak më shije bulmeti, edhe e zbus mirë. Dhe, kështu. Të laget pak buka, edhe e shtrydh një kosis dhe shumë, edhe e hudh. Një qep mesatare me një thelpi hurdh, të grim në rende, e kam kullu sigurisht, gjithmonë e maj në kulles, dhe ja hudh. Një copë djath, një fejt të vogël, zë nëse do e hajshit me buk, to qoftet e fund vitit, gjithmonë me djath të bardhë i kam bo, më pëlqenjë kështu me djath, unë do t'i hudh 2 bardhat e vezës. Edhe një qik me kryp, jo shumë. Këtu kam marrë një lugë çaj me rigon. Mundoni që këto erzat e fund vitit i merrni në tashtit të qastit, mos rrinë nëpër kavanoza që t'i humbi edhe shia. Këtu e kam në energjik të thatë. Tash do t'i hudh pak piper të zi, se dihet që qofta bëhet shumë e mirë me piperin e zi. Edhe një lugë të lyn, nga të lyni që më ka ngel për baklava, nuk bëhet me vaj, gjithmonë fund viti, kush ka probleme e bë me vaj ullini, sigurisht. Do t'i punoj të gjitha bashkarisht, i qik me lugë, fillimisht, po pastaj do vazhdoj me dorë, se dorën e ka vu zoti. Është i morë dhe i punoj, po harrova me ju thonë se do t'i hudh edhe i lugë me mill gruni, lugë mill. Ashtë i përzir se milli e lidh edhe nuk e le që t'u izoj. Më pëlqejnë më shumë me mill se sa me galet. E shtyp dhe djatin kur ngelet në një copë kështu, me mollzat e gishtave. Ashtë i morë dhe e muloj me një qik letër kuzhine dhe e lej gjysa hati. Ata që e le këtu në tavolinën e punës, gjysmë ore. Njerë ndes vatrën, që të ngrofet fterja me gjithë vojën, pak kjo qofte, lloj qofte do pak më shumë i nyrë, se nuk se e përthit gjithë, po që të verdhat e vezës do t'i rraf me 1-2 lugë, ose me hamenje i qik qumësh. Dhe i boj pak me pirun. Ka nevoj më shumë. Ta maj në ujë të ftohtë. Gjithmonë luga e qoftes për të mos njit në për lugë, brumi, është i pabom, mbahet në një enë me ujë të ftohtë, tash ti erdhi në masën e duhur, edhe unë mere me qoften. Ja. Një qofte e plot, ja. E shtyp pak me dorë, nuk e nevoj, me masën e lugës, edhe e zhys në miell. Jo që të mori dhe shumë miell, me karar, edhe unë e zhys në dverdhin e vezës. Me durët tona. Do t'a kalojmë edhe në vezën. Ja, duhet të kuqërejme. Po vazhdimisht duke e lujt dhe funin. Mos krijojnë kore shumë të zezë. Këto qenë dhe qoftet e mia për fund vitin. Provojni dhe ju, unë çdo fund vit këtë lloj qofte bëj, kjo ngelet e but dhe 2-3 ditë kur e mbaj në frigorifer, sigurisht ambalazhume, e ngrofi qik, mbi soba ku të muneni. Këto janë një nga qoftet më të preferume të mia dhe të familjarëve të mi. Qoftë viti i marrë dhe për ju,
Shnet paçim edhe ju bashkë me mua.